Analisti Sadri Ramabaja komentoi situatën politike aktuale në Kosovë, duke u ndalur në krijimin e qeverisë së re, teksa ka thënë se disa çështje mund të zbardhen vetëm një ditë para seancës konstituitive të Kuvendit më 15 prill. Duke u shprehur i bindur se lëvizja vendosje i ka 62 deputet për krijimin e qeverisë së re, Ramabaja ka shtuar se disa nga deputetët kanë ndryshuar qëndrim gjatë ditëve të fundit dhe se ka një mundësi që të arrihet një marrëveshje për formimin e qeverisë duke përfshirë deputetë LDK-s dhe PDK-s. Është shumë e qartë, njëri prej deputetëve, Nait Hasani i PDK-s, dje është deklaruar se nuk guxojmë ta bllokojmë krijimin e qeverisë, dhe të tjerë që s'kan folur ende dhe priten të flasin, pritet që të votojnë për qeverinë Kurti, sigurisht nuk do të lejohen të shkohet në zgjedhje sepse nuk ka kur farë kuptimi me shku. S'do të kishim ndryshim esencial të këtij rezultati me përjashtim plus 2 ose 3%. Unë llogaris edhe 3 vota të tjera që janë prezente LDK dhe PDK dhe çështja është e pambyllur dhe mund të bëhet një ditë para seancës konstituitive të Kuvendit. Disa çështje zbardhen ekskluzivisht ditën e votimit, e di që edhe ata që kanë hezituar kanë ndryshuar dje edhe sot, në kuptim pozitiv, sepse disa prej kërkesave që kanë qenë, sidomos minoritarët, kanë qenë të lidhur me postet. Veton Berisha është punë e kryer, s'mund të vazhdojë me postin e ministrit, sepse devalvon votën e minoritarëve. Edhe një tjetër që ka reflektuar në brendshmëri të disa deputetëve me të arsyeshëm që janë edhe në PDK dhe në LDK. Sot, pata një takim me një aktivist të mirë të LDK-s. Janë të prekur me gjuhën e letrën që është kthyer, por edhe pse është rrethuar mundësia për të ecur bashkërisht tutje, s'do të kaloj pa pasoja kjo sjellje e opozitës son, ka thënë Ramabaja.